Një familjar imi merret me lule, por tek vendi që çon mishit i thonë që një model lulet na e sill shpesh sepse ecën shumë, pasi njerëzit besojnë se kjo lloj lule i sill bereqet begati. E ka emrin lule leku dhe e mbajnë për ta sjell bereqet. Tani deshtëm me e ditë, a lejohet neve ta çojmë më këtë lule te këto dyqane? Edhe pse ne nuk e kemi miell me atë qëllim për të fituar nga ignoranca e njerëzve, por për të fituar lek halal. Sepse çdo mund kësaj lloj luleje ja bëjmë me halal. Së pari unë do të kisha qejf ta shifsha këtë lulen e lekut. Ëndra kam që ta shoh herë si është kjo lulja e lekut. Kjo faktikisht duhet quajtur lulja e budallëjve, që e blejnë vetëm ata që s'kan mend, ose që besojnë budallëjt, të cilët fatkeqësisht janë shtuar shumë, dhe s'ka polici që i merr përsipër.